Vendet e bukura nuk ekzistojnë vetëm larg nesh. Përmes emisionit Pushosh Shqiptarçe, ne kemi provuar që edhe në pak kilometra mund t'i shijosh ato. Dhe ja, vetëm 20 kilometra larg Shkodrës gjendet Shasi, pjesë e lokalitetit të Ulqinit. Përmes ndihmës së gazetarit Simon Shkreli, ne kemi realizuar edhe një dokumentar para 22 vitesh mbi këtë vend. Dhe her pas here kemi përsëritur vizitën tonë. Kësaj radhe, motivi që na risodhi këtu ishte Nata e Kështjellave, realizuar më 9 maj 2025. Sot në kuadër të projektit GILSNET të komunës së Ulqinit, i cili realizohet në bashkëpunim me 6 partnerë të tjerë nga Kroacia, Bosnjë-Hercegovina dhe 2 partnerë nga Malizi, kemi organizuar eventin Nata e Kështjellave, e cila është në kuadër të këtij projekti, por që paralelisht mbahet në 10 vende të Evropës në 72 lokacione. Ne në komunën e Ulqinit kemi përzgjedhur që ky lokacion të jetë në kompleksin e Shasit, apo në lokalitetin arkeologjik të Shasit, i cili sipas projektit parasheh të ketë edhe rregullime shtesë, që parasheh rregullimin e 12 të stazave, do të kemi 45 ulse të reja dhe 50 kosha. Pastaj do të kemi edhe vizita të ndryshme të cilat do t'i bëhen pikërisht këtij lokacioni, por do të thotë në periudhën e dytë apo në periudhën e ardhshme që i vjen brenda disa muajsh. Ne do të kemi mundësinë të rikthehemi të dhënave mbi vlerën e këtij vendi, të cilit her pas here nuk i kanë munguar organizimet me karakter kulturor, për shembull pranverë në anë të malit apo paradat e makinave të vjetra. Kurse kësaj radhe shënohet një risi tjetër në organizimet që bëhen këtu. Ka shërbyer Dita e Europës për ta zgjuar Shasin. Këto aktivitetet e Natës Kështjellave janë duke organizuar në kuadër të festimit të Ditës së Europës 9 majit. Dhe aktivitetet e tilla duhen të përçajnë 2 mesazhe. Mesazhe të lirisë së Evropës apo luftës antifashiste dhe paqes që erdhi në Europë pas luftës së dytë botërore. Por nga ana tjetër duhet të ketë edhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Qyteti i vjetër i Shasit kemi synim që ta kemi në hartën turistike të komunës sonë dhe kemi bërë promovimin e punktit të informacionit dhe njëkohësisht me këtë mënyrë do të bëjmë në një projekt ndërkombëtar edhe shënimin e shtigjeve, ulseve dhe gjithë pajisjeve që vizitor të ketë sa më tepër. Kurse nga ana e mbrojtjes kulturore kemi dëshirë që ky lokalitet sa më parë të vijë në mbrojtjen e komunës në mënyrë që të nisim riparimin e monumenteve në mas të duhur që të mbrohen nga koha e cila është duke dëmtuar. Por le të rifreskojmë kujtesën e teleshikuesve tanë me historinë e këtij vendi të magjishëm. Qyteti mesjetar i Shasit gjendet në pjesën verilindore të Ulqinit. Tani është gërmadhe pa banuar me njerëz. Si i tillë konsiderohet ndër qytetet më atraktive në Bregdetin Adriatik. Në vitin 1443 përmendet si Katund. Nëse dikur konsiderohej një qendër e rëndësishme fetare, sot Shati ka rreth 240 banor. Sipas pozitës së kësaj kështjelle, e cila ishte në afërsi të liçenit të Shasit në fushën pjellore dhe në rrugën romake, Olkinium Scutarum ka qenë vërtetuar ndërtimi i saj që në kohën e ilirëve. Jo larg qytetit në fshatin Shas është gjetur amfora antike ovoide, e cila ka shërbyer për varrosje. E pak më larg në lokalitetin Gjeret, tek liçeni pranë zogajve dhe gjurmët e vendbanimit primitiv të ilirëve, çka dëshmon se kjo trev ka qenë e banuar që në periudhat e hershme historike. Në natën e Kështjellave kanë ardhur shumë miq me syre dhe personalitete të njohura. Një emocion të parë kur vini këtë vend, kësaj radhe ju keni ardhur si çift, do të kemi mundësi të ambasadorin, por ne respektojmë gratë në fillim. Një përshtypje të parë për ardhjen këtu, çfarë emocioni ju shkakton si vend? Në fakt për mua është e parë që vi, por gjë e parë që më bie në sy është kjo pllaka këtu, për nder të parëve ilirëve që ndërtuan qytetin e Shasit, duket që është e para pllakë të gjitha trojet shqiptare,
e cila u kushtohet para artësve tanë, që ne kemi menduar gjithmonë ilirëve. Kjo në fillim më duket diçka shumë e veçantë, se ne gjithmonë flasim për ilirët, por në fakt këtu kemi një gjurmë e cila është edhe në një vend, edhe jam shumë e gëzuar të marr pjesë këtu edhe që të mësoj më shumë për zonën, pasi të them të drejtën, nuk e kam njohur historinë e shasit edhe historinë e saj si një qendër me një numër të madh kishas dhe me një numër të madh të zonash arkeologjike të cilat presin të zbulohen, ende të eksplorohen. Kështu që jam e lumtur që jam këtu sot në ditën e Europës. Është kënaqësi e madhe për mua të jem këtu në Kalajin e Shas të festojmë së bashku me komunitetin komunës se Ulqinit, festojmë së bashku këtë ditë e veçantë. Ju përgëzoj që keni mësuar shqipe një herë, kjo është meritë e detyrës tuaj apo e bashkëshortes tuaj? Jo, në fakt isha në Shqipëri herë pa në viti 96-97 ishte kohë shumë e vështirë, por tani ishte kënaqësi të mësoj. Po mirë, edhe unë kam pak, me bashkuatin shqiptare. Perfeksionohet, bëhet edhe më mirë. Ishte detyrë. Këtu vi gjithmonë me kënaqësi, para se të shkoja në Podgorica si deputet, unë punoja në zyrën për bashkëpunim ndërkombëtar dhe projekte dhe kemi pas rast që të realizojmë një projekt shumë të bukur për Shasin, bile ka qenë piknisje për atë infopunktin në hyrje poshtë edhe për gërmimet arkeologjike të cilat u realizuan në kuadër të këtij projekti nga një program trilateral me Kroacinë dhe me Bosnën. Okej, unë ju përgëzoj për këtë sepse jemi media parë që kemi ardhur dhe kemi përcjellur historinë e Shasit. Dhe kjo është gjë shumë e mirë sepse automatikisht do rris turizmi në këtë zonë. Një pyetje kam lidhur me kishat që janë vetëm 7 nga 355. A ka ndonjë projekt ose shpresë që ndonjëra prej tyre të ndërtohet dhe të krijojë formën e saj të plotë? Po, shiqo, këtu siç e dini, do thot nga Gojdanat flitet që këtu ka pas kisha aq sa ka ditë viti. Do thot ka pas shumë më tepër se sa sot mund t'i shohim. Duhet të punojmë në atë drejtim, unë mendoj që Shasi ka hyrë në agjendën e projekteve ndërkombëtare dhe në një të ardhme të afërt sigurisht që edhe restaurimi i një kishe, do thotë apo të gjitha kishave edhe komplet kësaj zone arkeologjike të realizohet. Kjo mendoj që është një thesar i madh për komunën e Ulqinit. Edhe na bën krenar të gjithëve do të thotë që jemi trashëgimtar të kësaj kulture të madhe. Në këtë moment, në kuadër të ditës së Evropës dhe në hapje të këtij projekti, do të kemi edhe hapjen e infoqendrës apo infopunktit, i cili do të jetë përmbar lokalitetin e Shasit si pikë informuese për të gjithë vizitorët të cilët kanë dëshirë që të kenë më tepër informacione lidhur me krejt këtë lokacion arkeologjik, i cili është shumë i rëndësishëm si për komunitetin ashtu edhe për komunën e Ulqinit, dhe duhet ta valorizojmë në mënyrën më të mirë, të mos tjetërsohen të dhënat dhe ta ruajmë këtë pasuritë e cilën e kemi edhe si kombë edhe si vend. Në fakt vlen për t'u përgëzuar çdo investim që bëhet në Shas, aty ku besohet se dikur ekzistonin 365 kisha dhe sot arrim të shquar me vështirësi vetëm 7 prej tyre. Nëse kemi vendosjen e stolave, koshave apo dhe një zyre informimi për vizitorët, rënojat e kishave të mbetura për dekada me radhë kanë qenë në një alarm shkatrimi dhe po rrezikohet humbja e çdo gjurme të ekzistencës së tyre. Po vetë kishat, ka ndonjë restaurim, janë monumente të kulturës besoj? Ka ndonjë investim serioz për të ngritur në këmbë kishat dhe jo vetëm thjesht ambienti rreth e rrotull për turizëm? Për momentin nuk kemi të bëjmë me këtë fakt, do të kemi vetëm do të thotë ambientin për rreth, do ta
do ta rregullojmë dhe më pas ndoshta me një projekt tjetër apo me ndërhyrje të komunës apo të vetë shtetit, nuk e di, por në këtë moment flasim vetëm për rregullimin e ambientit të jashtëm, të lokacionit. Le të përshkojmë vetëm pak metra duke ecur në këmbë, pak më sipër festës, në Kodrën ku gjenden rënojat. Koha, erozioni, bimësia e halisur, vijon të shkërmoqë gjurmët e historisë dhe askush nuk po i ndal. Ndërkohë sjellim dëshmitë historike për ta bërë më të qartë vlerën e këtij vendi. Shasi për herë të parë në dokumentet të shkruara përmendet në shekullin e 9 si qytet peshkopal. Rreth vitit 1183 e pushtoi Stefan Nemanja dhe bashkë me qytetet e tjera ja bashkangjiti Rashkës. Mongolët e shkatëruan thërësisht në vitin 1242, ndërsa e rindërtoi mbretëresha Helena Anxuine, plotësisht u shkretua kur u pushtuan nga osmanët në vitin 1571. Sipas Marin Bicit, në vitin 1610, Shasi ka pasur 365 kisha, që përkon me numrin e ditëve të një viti. Por sot në këto rënoja, mund të dallohen vetëm 8 kisha, nga të cilat 2 janë më të mëdha. Katedrali e kishës së Shën Gjonit, e ndërtuar me stil gotik, dhe kisha e franceskanëve të Shënmërisë, të lashta rreth 1300 vjet. Të gjitha kishat në Shas kanë qenë të zbukuruara me dekorime arkitektonike, e në disa edhe tani dallohen gjurmët e ngjyrave në mure. Pjesët e mbetura të fortesës gjenden në shkrepa mbi liçenin e Shasit. Ne e kemi përshkuar këtë shteg para 22 viteve, kur këto shkallë nuk ekzistonin. Më pas jemi rikthyer këtu, kur ato vendosën të reja, por me sa duket cilësia e dobët e tyre dhe kushtet atmosferike i kanë shkatëruar tashmë. Se që e kanë prish. Një vizitore ka të vështirë të ngjitet këtu lehtësisht. I cili televizion? Në shkollë. Hyrje në qytet me sipërfaqe prej 15 hektarësh e kanë bërë të mundshëm 2 porta. Ulumtimet e para arkeologjike të qytetit të Shasit janë bërë në tetor e nëntor të vitit 1985. Me këtë rast u gjetën rreth 50 monedha metalike, nga të cilat një arit 3 të argjenta, kurse të tjerat janë të bronzta. Zbulimet më të vjetra nga qyteti i Shasit i takojnë periudhës parahistorike. Periudha antike nuk është vërtetuar në Shas. Disa copëzime helenike të qeramikës që janë gjetur në pjesën lindore të Shasit tregojnë se është e mundshme që në atë pjesë të tij gjendet një shtresë helenike. Qyteti mesetar u formua në kohën e hershme të periudhës bizantine, kurse zgjati në kontinuitet deri me paraqitjen e turqëve, respektivisht parafërsisht deri me pushtimin e Shkodrës ose dhe më vonë. Përveç Shasit, në periudhën veneciane, rreth liçenit të Shkodrës ishin edhe qytetet e Drishtit, Danjës dhe Sardës. Është për të ardhur keq që kjo kishë, e cila ruan formën e saj më të plotë, në vend që të kishte përfituar së paku restaurimin e saj, mbahet me proteza nga këto shufra hekuri që e kanë shëmtuar te imase. Po ashtu balkonet në dispozicion të vizitorëve për ta shijuar pamjen nga këtu janë shkatëruar plotësisht. Me Ministrinë e Malit të Zi është intensivisht duke u negociuar që
këtij viti të kemi vazhdimsinë e kërmimeve arkeologjike, por edhe përpunimin e projekteve specifike për mbrojtjen e tyre disa nga kishat që janë këtu në këtë lokalitet arkeologjik. Kojdhëna thotë se një numër i konsiderueshëm kishash gjenden në barkun e liçenit të Shasit. Aty supozohet dergjen edhe mjaft objekte ndaj të cilave asnjëherë nuk përfundoi një punë e mirë arkeologjike për nxjerrjen e tyre. Në vitin 1985, Akademia e Shkencave të Serbisë me nxitim ndërpreu hulumtimet. Sipas profesor Aleksandar Qilikov, në Muzeun Etnografik të Ulqinit ruhen 100 objekte nga qyteti i Shasit. Por vetë Shasi nuk ka një muze të tij. Ka ndonjë muze arkeologjik të Shasit? A ekziston ndonjë muze arkeologjik të Shasit ku gjërat e gjetura janë grumbulluar? Jo, synimi do jetë që ndoshta është një periudhë afatmesme që këtu të ketë edhe muzeu mund të jetë edhe në hapur edhe të mbyllur, sa i takon eksponateve të cilat janë nxjerrë, këto sipas ligjit janë në pronësi të shtetit deri në një moment të caktuar kur skadojnë vitet do të kthehen në pronësi të komunës sonë. Muzeu ton arkeologjik i cili e ka selin në Kalan e Ulqinit dhe do të vazhdojmë në punimin që kjo të jetë njësi, por edhe muze në veti në të ardhmen. Por le të ndalemi pak te restaurimet në një vend të tillë me një vlerë kaq të madhe, të cilat nuk janë iniciative pushtetit lokal, por atij qendror. Çfarë qëndrimi mban qeveria e Malit të Zi ndaj dëshmive të lashtësisë së trojeve shqiptare të aneksuara padrejtisht pas konferencës së Londrës? Cili është qëndrimi i qeverisë së Malit të Zi ndaj objekteve që dëshmojnë historinë e shqiptarëve autokton, sidomos? Ne do të jemi vigjilent dhe të jemi të kujdesshëm që historia jonë mos të vijë në ndikimin e revizionistëve të historisë apo atyre që duan të shtrembrojnë historinë. Prandaj edhe thash si më parë jemi shumë të nxitur dhe të vëmendshëm që të jemi pjesëmarrës në këto aktivitete. Çdo aktivitet kulturor apo skuadër që do të bëjnë hulumtime arkeologjike, kemi dëshirë që arkeologët tonë, të cilët janë të mësuar në muzeun tonë, të jenë të pranishëm, por edhe një hapat më tutmjet të kemi bashkëpunim me institucionet arkeologjike, qoftë Shqipëri, qoftë në Kosovë, aty ku edhe ndërkombëtar të cilët do të jenë jo në një mënyrë, por do të jenë të drejtë ndaj historinë trashëgimit son kulturor. Mos ndoshta qeveria e Malit të Zi vazhdon atë gjendjen e indiferentizmit kur vjen puna për të promovuar vendet tona historike. Se po ta mendosh, por 20 vite në Shas është pak i vonuar ky investim që është bërë. Sigurisht qeveria, por po ashtu edhe pushteti lokal mendoj që duhet të punojë më tepër në këtë drejtim. Do të thotë nuk mund t'ja hedhim fajin çdo herë tjetër kujt, duhet të jemi edhe ne ato të cilët i marrin disa iniciativa të cilat janë në të mirën e vendit tonë dhe të popullit tonë. Lidhur me objekte të tilla siç janë kishat e Shasit, ato janë bërë publike në mediat në Shqipëri shumë vite më përpara. Pra të paktën ne kemi 2 dekada që i promovojnë. Por ato kanë mbetur thjesht në nivelin ende të gjurmëve të disa gurëve sipër. Si ju duket qëndrimi përgjithsisht i qeverisë malazeze i përkrah këto lloj rrimëkëmbje të historisë shqiptare, sidomos në zona që kanë qenë shqiptare 100%? Besoj që Malezi është në rrugën shumë e mirë drejt Bashkimit Evropian. Është në rrugën shumë e avancuar per të avancuar reformat, per të avancuar rrugën drejt Bashkimit Evropian, duhet të respektojë edhe drejtat e njeriu dhe drejtat e pakicëve. Me duket trashëgimi kulturës gjithë komuniteteve është detyrë e madhe. E bën realisht qeveria, keni arritur apo? Edhe me duket me parim situata është mjaftueshëm e mirë në Malezi. Në të gjitha opinionet, çdo gjë i lihet së ardhmes, edhe pse dekadat janë të pajustifikueshme të kalojnë dhe situata të mbetet e njëjtë. Shasi ndodhet në një alarm tepër të madh të ekzistencës së tij. Nëse nuk ndërhyet urgjentisht për restaurimin e kishave dhe krijimin e muzeut,
Në një kohë të largët, ai do të kthehet thjesht në një lëndin të bukur buzliqenit me ca stola dhe kosha, si dhe një zyrë informimi. E kështu, gojdhëna për ekzistencën e 365 kishave do harrohet për brezat pasues. Qeveria Malit të Zi vështirë se do i hapë rrugë investimeve të tilla. Janë gjëra më me pak buxhet për t'i bërë, por nuk është gjetur vullneti mirë në një kohë kur asimilimi vjon i heshtur në trojet shqiptare. Mjafton të kujtojmë këtu emërtimet e toponimeve. Aty ku banojnë shqiptarët në shekuj, në tabela gjenden vetëm emërtimet malazeze dhe jo edhe ato shqiptare. Sigurisht është shqetësuese, ju e keni parë para pak ditëve një aktiviste e jona, Kaltrina Hoti, do të ngriti zërin për atë shenjë e cila me të vërtet ishte shumë keq e vendosur atyne edhe diskriminuese, sepse shuante atje do të Peja Serbi, e cila nuk qëndron, por ajo u largua. E falenderoj shumë për iniciativën e saj, për guximin e saj, por të gjithë duhet të punojmë në atë drejtim që në vendbanimet ku jetojnë shqiptarët sigurisht që të jetë prezente dygjuesia. Kemi do të thotë komplet pjesën brezin kufitar me shtetin nan, do të thotë ku jetojnë shqiptarët duhet të bëhet një gjë e tillë. Në komunën e Ulqinit, në pjesën e Krajës, komunën e Tivarit, pjesën Plav Guci, Rozhaj, sigurisht Malsin mos flasit. Por le t'i kthehemi fesës që po organizohet në shesh me rastin e ditës së Europës dhe natës së kështjellave. Një panajir me gatimet tradicionale të zonës në e tërheq me njëherë vëmendjen. Këtu gratë duar arta të shasit kanë sjell gjithë mjeshtëritë e tyre në gatim, duke paraqitur një gamë të gjërë ushqimesh që do të shijohen falas nga pjesëmarrësit në festë. I ke gatuar ti apo jo? Po, disa gjona i kam gatuar. Cilat gjëra për shembull? Rojen, një pite. Çfarë ka zona karakteristik këtu në Shas? Gjona tradicionale, artizanale, natyrë të bukur, dhe kënaqësi. Edhe pse zakonisht emigrantët zgjedhin ngushtin për të u kthyer në vendlindje, edhe në maj do i takosh ata këtu. Nga keni ardhur? Pi Amerikë kam ardhur për këtë gjë. Çfarë vendi i Amerikës? New Jersey, Bukur. Sa vite keni atje? pas 7 vjet. Që do thotë ke lindur atje? Jo, s'kam lejë atje për këtë. Këtu se u duke 50, prandaj thash. Si është jeta atje? Pa mirë është, si shkoq. S'mundën e mua ngu. E kuptoj. Vendindja jote është ky vend? Pa kam lejë këto, pasi. A vjen vit për vit? Ja për gjithë vjet, për vi shpesh. Vjen shpesh. A të merr malli për këtë vend? Po normali për popull vet, për gjuhët vet. Shpinë e ke ende këtu? Ja, s'kam shtëpi këtu. Fare? Ja, Sepse u bën shumë vite që ke ikur andaj. po, për një atë. Ke ardhur me familjen apo jo? Me gruan, me zonjën. A me Zojën, edhe përshëndesim dhe Zojën, ju përshëndes. Sa mirë që keni ardhur? Se kanë ardhur miq nga Amerika, apo jo? Ai vllajet. A vllajot. Po 50 vjet ai atje dhe ti këtu? Si është kjo jetë? Një vlla këtu e tjetri atje. Po, era një tjetër kam atë. E ndau emigrimi familjen. Jam me ta jena shifena, janë telefonat janë takë. Me telefon, mjafton telefoni, se përqafon do të me telefon. Po së me bate, se banjë, so ka shku që shkur, ka shkur. Po ka qenë... Po ti nuk ju bashkove atje? Nuk ju bashkove? 6 herë. 6 herë. Nuk pëlqen. Nuk të pëlqen atje. Pse s'të pëlqen? Po s'ke kur je ma të fmit, anej kënej, gruja këto. S'kesh me ba. Dhe me thënë u pendove që u martove? Ja. Fare pra një ekspozite pikture nga nxënës të talentuar do i shkonte më së miri këtij aktiviteti. Je nxënës e shkolle? Po, nxënës e shkollës Vedri Elezaka në klasë 6. Ku është kjo shkollë? Shkolla është në 4 kollë. Në 4 kollë, sa nxënës ka atje? 200
disha, sti 200 deri në 300. O, bravo që keni shkollë e madhe në 4 kollë, po ta mendosh. Sa kohë ke që merresh me pikturën? Kam fillu pak nga klasa e 4-rt, kam fillu me morë me pikturë dhe kështu jam përmirësuar më shumë e më shumë. Sa mirë. Në 4 kollë, ke hapësira për të mësuar më shumë në pikturë? Jo, më shumë ushtruam në shtëpi, duke pikturuar dhe doje kam qenë edhe në kurse të arteve. Po, shkolla e mesme ku do e ndjekësh ti? Në medrese. Do shosh në Shkodër? Apo jo, këtu në Ulqinka? Ose në Tuz, atë në Tuz, dhe ose në Podgoric. Jo në Shkodër, Jo në Shkodër? Nuk e di, bela dhe në Shkodër, por shto shkollë që është... More këtu ju kanë sjellur syt, kush e ka syt jeshil, merr pjesë në ekspozitë, edhe kjo goca këtu i ka syt jeshil. Edhe ti piktore vogël? Po. Çfarë klase je ti? Unë jam në klasën 7D. Okej, dhe merresh me pikturë? Ja, ta shikojmë çfarë pikturë ke bërë ti. Na e kthej një herë. Ta shohim dhe gjithë të lëshekusit. O, po sa e bukur. Ty të pëlqen perëndimi i diellit? Po. Mua më ka inspiruar këtu si liçeni i Sharsit, po ashtu edhe deti Adriatik në Ulqin. Okej. Unë një djalë piktor. Dhe unë kujtova se vetëm vajza pikturojnë. Si ke emrin ti? Sallović. A ka djalë tjetër tu apo vetëm ti je? Vetëm unë. Thej një herë Stovis, se s'ka djemë të tjerë. Them një herë? Kaq një herë. Po pasaj, kush ta mbushi mendjen? Mësuesit e mi. Kur ke talent, ja ta shikon një... po ti pas ke bërë tamam, gjën e dur. Mësuesen e artit pamore pas keni shumë të mirë. Si e ka emrin ajo? Është Jozo Koqević. Oqević. Bukur. Të pëlqen piktura? Pëlqen? Kur të rritë, çfarë do bësh ti? Nuk e kam vendosur ale. Je i vogël, çfarë klase je? Në 9-ën. Okej, mësimet, lëndët e tjera i mëson apo vetëm me vizatim tërkohon? Jo, dhe lëndet e tjera. Lënda e preferuar? Gjua për shembull. Gjua angleze. Gjua angleze? Po me gjuhën shqipe si e? Mirë. Mirë? Po. Të gjithë njerëzit që vinë këtu vinë për kishat, ë? Po çfarë ju thoni juve vizitorëve se edhe i hasnin ndonjëherë në rrugë? Çfarë ju thoni për to? Shohim, po ta shijojnë shumë, sepse është një vend historik, është një pasuri që ne kur nuk do ta harrojmë. Okej, sa kisha ka këtu? Këtu ka pasur 365 kisha, sepse janë sa ditët që ka viti. Po tani sa janë prej tyre në këmbë? Janë fakt, janë 7 më duket, e ca janë edhe në nuj. Po. Okej, ju shkop të mbarë sot. Një qip shumë simpatik. Mos më thoni në martuar këtë vit, apo jo? Apo do më surprizoni të më thoni që keni dhe fëmijë? Kemi dy djelë mosha. 2 djemë? 13 dhe 10 vjetë. Sa bukur me jetë. Faleminderit. Okej, ju jetoni në Nuqin, nga kraja. Po Nuqin edhe në krajin, mes Nuqin dhe krajës. Jeni të përmbushur në këtë drejtim, janë angazhimet e tua politike, por bashortja është nga ato që i krijon lehtësira një deputeti. Absolutikisht që po edhe bashkëshortja është dhe thotë ka kryer masterin në Shkodër, fakultetin Bachelor. Në Shkodër, ja na e thot ajo, domethënë ke mbaruar çfarë degje në Shkodër? Turizëm të qëndrueshëm. Okej, të ka shërbyer kjo deg këtu apo ende nuk për shkak të fëmijëve nuk je përfshirë ende? Ende jo. Besoj që shumë shpejt. Pas ka marrë gjithë energjinë bashorti. Ja. Jetë lumtur, t'ja kaloni sa më mirë. Faleminderit. Për përcjellur këto evenimente, këto aktivitete shumë të rëndësishme për vendin tonë. Edhe të fala të gjithë shiquesve tuaj. Faleminderit shumë, faleminderit. Organizatorët e aktivitetit kanë menduar edhe realizimin e një programi artistik për promovimin e trashëgimisë kulturore, çka përbën edhe njëri nga qëllimet e natës së kështjellave. Është një projekt i solidaritetit. Në fakt kemi sfidat e mëdha tani s'kemi pace faktikisht në Europë. Kemi lufta në Ukrainë i sot ministrat e jashtme të Bashkimit Evropian ishin në Ukrainë
në rastin e ditës së Evropës. Atëherë i falenderojmë ambasadorin dhe tani ju ftoj të argëtoheni me programin e bekat kulturor me artistët vendas. Do të vijojnë programi me shoqërinë kulturore artistike Trojet Tona, të cilët mezi po presin të performojnë në këtë mbrëmje. Pastaj do të kemi soprano Exona Salaj dhe grupi muzikor Espressivo Band.
kur shkojnë në aktivitete të tilla, sidomos për të intervistuar grupet, ju cili grup artistik jeni? Grupe Troje Tona nga ana Amali, Tulqini. Okej, sa antar ka grupi juaj? Grupi jonë ka 30 antar, ndërsa sot kemi marrë pjesë vetëm 10 prej tyre. Okej, ishin të mjaftueshëm 10, po ata 20 do t'ju mbetet hatri apo jo? Ishim të mjaftueshëm. Ishte Për sot ishin të mjaftueshëm. Po. Këto janë veshjet e anës së Malit apo jo? Kush i përgatit këto veshje? Troje Tona, ansambli jonë i ka përgatitur këto veshje për të gjithë neve. Ju i keni tuajat apo i merrni vazhdimisht me qira? Jo, i kemi tonat. I kemi qepur dhe i kemi tonat. Ua, po sa hije ju ka ke kuqja. Edhe djemt, kinga djemt. Po, sa të mirë janë në rreshtin e dytë ja ku janë djemt atje. Jeni nxënës në cilën shkollë? Unë jam në vitin e dytë fakultet në Podgoricë për mësuesi. Kam ndonjë student tjetër këtu? Për fatkeq jo. Jo, këta të tjerët janë më të vegjël? Po, janë më të vegjël. Bukur. Ti ke zgjedhur Podgoricën, pse jo Shkodrën tani? Po, Podgoricën e kam zgjedhur më afër dhe e kam pëlqyer më shumë dhe kam shkuar atë. Shoqjet dhe shokët e tuaj zgjedhin Shkodrën apo jo? Si për të ndjekur studimet, por na thuaj të vërtetën. Disa po, disa më shumë kanë shkuar në Podgoricë. Ashtu. Okej. Mirë, valli kush u mëson? Vallet? Këtë vallën e na ka përgatitur koreografi jonë, Besnik Rejqepsi. E ka përgatitur vitën e parë, kurse ne kemi ushtruar dhe kemi mësuar për tani. A keni ardhur ndonjëherë në Shkodër ju në shfaqje? Në shfaqje jo, por në Shkodër vim shpesh. Në Shkodër është një festival që organizon The Door çdo vit. A dëshironi të merrni pjesë sepse vi nga Trojet shqiptare aty? A dëshironi të merrni pjesë ju a bëj unë ftesën në emër të shoqatës? Se jo ne jemi të hapur për çdo ftesë. Okej, a jeni dakord? Atëherë Kasirotin e përshëndesim dhe i themi shiko sa grup të bukur dhe simpatik të kam gjetur këtu në Shas. Patjetër që do t'i bëjmë pjesë të festivalit ton, janë të mrekullueshëm. Faleminderit. Një zemë mrekullueshëm që i dha një ritëm të veçantë, por dhe shumë kënaqësi të pranishmëve, ishte ai këngëtare i njohur Exona Salaj. Përshëndes, kënaqësi që shikohemi sërish një personazh dhe një artiste shumë e dashur në Shkodër. Bëni një binom shumë të mirë me babain tuaj, edhe ai është po aq i dashur sa ti në Shkodër.
Besoj ke një mendim të mirë për Shkodrën. Po, sigurisht. Faleminderit juve që më morët për këtë intervistë të shkurtër. Për mua është gjithmonë kënaqësi që të jap intervista për qytetin e bukur të Shkodrës, është qyteti që unë kam gjithmonë në zemër, sepse atje kam kaluar vitet, domethënë të adoleshencës. 4 vite në Shkodër, kam pasur shkollën e mesme për kanto, edhe gjithmonë kam dashurinë e madhe për qytetin e Shkodrës. Okej, po këtu në Anë të Malit që është vendimja jote, sa ndryshon fakti të këndosh në Shkodër dhe sa ndryshon fakti të këndosh në Anë të Malit në aktivitete të tilla? Si në Shkodër, si në Anë të Malit, unë ndjej veten si në vendin tim, sepse kur është dashuria publikut, gjithmonë ndjehesh e ngrohtë dhe me zemër plot. Të mirpresim sërish në Shkodër. Faleminderit. E duam atmosferën që krijon me këngët e tua dhe elokuencën, elegancën, të gjitha cilësitë e mira që ka një artiste, por më tepër që ke mbetur njeri, jo si shumë artistë të tjerë që është rritur mendja. Shumë faleminderit për jush, edhe unë kam një respekt të jashtëzakonshëm për juve personalisht, po ashtu edhe për televizionin e juve. Faleminderit, të kalon shumë mirë. Një përshëndetje edhe për publikun. Faleminderit. Her pas here teksa bëhemi pjesë e aktiviteteve të tilla, ne shprehim gjithmonë dëshirën e bashkëpunimit mes komunës së Ulqinit dhe Bashkisë së Shkodrës, duke e kujtuar këtu shprehjen e vjetër, Ulqini Shkodër si vëlla e motër. A keni pasur ndonjëherë bashkëpunime me Shkodrën? Personalisht unë kam bashkëpunim shumë të mirë me kryetarin Beci, jemi miq nga të thoya dekada, po sërish jam duke vlerësuar punën e tij, të cilën është duke e bërë për rimëkëmbjen apo rindërtimin e Shkodrës, dhe këto hapa i takojnë institucioneve tona. Bashkëpunimi kemi të mirë dhe shpresoj që institucionet përkatëse të bashkëpunojnë drejt për drejt. Këtu ke shumë çka për me marrë, për me, si thush, e shef si një përmirësim të atyre angazhimeve, organizimeve që bën secili prej nesh. Por duhet të ndalen pak tek festa e kështjellave, një gjendje shumë origjinale, duke qenë se kam studiuar për histori, jam studiuese vetë, vlerësoj shumë faktin që gjetjet arkeologjike në Malësi të Madhe, veçanërisht, në të vërtet ka pak njohuri për sa i përket atyre qendrave arkeologjike që në një farë mënyrë na identifikojnë, por nga ana tjetër, duke qenë se janë të pazbuluara, është një pasuri me vete të cilën ndoshta nëpërmjet këtyre binjakëzimeve ose një mundësi bashkëpunimi me këta, na kishte bërë të mujtur që pellgu i liçenit Labeat, i Kastratit dhe i Hotit, që nëse i kthejna për jullës antikitetit, pse jo të ketë një bashkëpunim ku ne mund të nxjerrim në pa të gjitha të histori të lashtë, të cilat gjendet në kombën tona. Po cilat do të ishte ftesa drejtuar shkodranëve për ta vizituar shasin? Shasi është 20 km nga Shkodra. Shasi ka liçenin e bukur, shasi ka komplekse edhe arkeologjike, por edhe kulturore, ambiente sportive, fare të 2 kilometra nga ku gjendemi tani, dhe sigurisht jo vetëm një ditë të këndshëm, por do të jetë një destinacion ku ato do të kthehen shumë shpesh. Ju falenderoj për intervistën, mbarësi dhe aktivitetet të tilla sa më shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve.